Shumica e klubeve nga Kosova që marrin pjesë në Evropë zakonisht eliminohen në korrik, në gusht. Ju keni arritur deri në pranverë, gati. Si ka qenë tërë ky rrugtim në Conference League? Sinqerisht me shumë emocion, me presion normal, futboll pa presion s'ka, po emocioni nuk përshkruhet. Thjesht kemi jetuar ëndrrën tonë, gjithmonë kemi pas ëndër që unë po nisem nga vegja të kem një skuadër, të udhëheq një skuadër që do të marr pjesë në grupe të cilës do ligë, konferencë, Europa League, po pse jo në fund edhe Championship. Dhe përjetuam këtë ëndër, i sollëm futboll të bukur në pranverë Kosovës, futboll ndërkombëtar. Unë mendoj që edhe pse pësuam në dy ndeshjet, ne treguam karakter, personalitet dhe me plot dinjitet prezantuam futbollin kosovar dhe prezantuam kampionin kosovar në Europë. Thjesht kjo duhet të jetë motiv për neve, për edhe për gjithë skuadrave tjera kosovare që e thash edhe dje në konferenca lend, nuk dua që të mbajemi mend 10 vite për këtë sukses, po që në vitin tjetër të harrohemi, qoftë për ne ose për ndonjë skuadrës tjetër, që të përmbyset ky sukses historik dhe të bëjmë edhe një hap më të tjetër. Çdo vit garoj me vetveten, mundohem të bëj progres në karrierën time dhe këtë e kërkoj edhe nga futbollistët, që mos jemi të kënaqur asnjëherë, gjithmonë mundet, duhet dhe patjetër e kemi të ecim përpara. Sa i përket performancës sonte, krijuam kogja shumë raste edhe në pjesën e parë dhe në të dytën. Të vjen keq për mënyrën se si u eliminuam? Mos vetë. Nëse do ishim dominuar nga kundërshtari, është shumë e thjeshtë, e pranon thjesht, ka dominuar, ka bërë 3-4 gola dhe mbaron gjithçka. Mirë po, tani edhe sa u përshëndetem edhe me Milot Abdylin, domethënë është një futbollist mjaft cilësor dhe vetë çeki që asnjë skuadër nuk e ka dominuar Celjen në Sloveni, siç e kemi dominuar ne në pjesën e dytë, sidomos në pjesën e dytë. Edhe nga trajneri kishin përgëzime, por kjo të dhe më tepër, edhe kjo të bën që duhet akoma të punë më tepër, se ne edhe në Prishtinë në fillim patëm ne raste, me një moment që ne erdhëm tek goli na shënua nga goditje nga këndi, njëjtë e ndodhi edhe sonte, edhe këto detajet e bëjnë ekipin për të shkuar më të tje. Unë mendoj që me plot merit Celja shkon më të tje, edhe pse ka qenë një lojë e çmendur edhe në Prishtinë, po edhe kjo këtu dy skuadrat që nuk kishin çfarë të mbroheni, një futboll i hapur me shumë gola dhe për publikun mendoj që ka qenë një lojë, ju keni qenë jashtë, keni po një lojë për ta ndjerë dhe për ta shikuar deri në fund. Sa e lehtëson ky eliminim themi rrugtimin tuaj në Super League tashmë, duke ditur që edhe në kupë nuk jeni pjesëmarrës? Vetëm një shembull ta paralel, nuk e di kur kemi pas ditë pushim. Nuk e di kur ka qenë ajo ditë pushimi. Nga korriku. Domethënë ngarkesë e papar, por ja ka vlet dhe shpresoj që kjo ngarkesë në vitin tjetër të zgjatet edhe më tepër, por besoj që do jetë më lehtë tani. Do jetë më lehtë për shkak që na ka ngelur vetëm një objektiv, ajo mbrojtja e titullit. E dini që nga kupa jemi eliminuar, nga Conference Liga sonte mbaroi për ne dhe tani të gjitha forcat do të mbledhen për mbrojtjen e titullit. Faleminderit shumë. Faleminderit.